unë kam duru në rrugë të shejtanit, ju më dënu ka që ka qërë, ti duro hatëri Rahmanit. E kjo është një gabim i plot muslimanëve sot. Fatkeqësisht na nuk e këshyrëm çka po këshillohemi, po e këshyrëm kush po na këshillon. Imam Ahmedin që e përmendëm më herët, e të përmend djalit i Salihu, thot, e kam dëgju babain tim me vite, duke u lut për Ebul Haytham. Thot, dhe i sa njëherë po i thëmë o babë, kush është kjo Ebul Haytham që po lutesh për ta? Thot, është një hajn. është një vjedhës. Të gjysh po lutesh për ta? Thot, kur kam qenë në burg, edhe duke u dënu shkaku me pranu se Kurani është i krijuar, thot edhe fillonën me godit me kamxhik. Thot, kur kanë qenë duke u marrë mu për me më dënu, është dalë dhejtë e dera burgut edhe mi ka thonë të fjallë. Më ka thonë, o imam, jam dënu kaq herë me kamxhik, shkaku që kam pi alkohol edhe kam vjedhë. Edhe kam duru në rrugë të shejtanit. Fasbir ente ja imam fi sabilir Rahman. Ati o imam të ka hije sot me duru në rrugë të Rahmanit. Unë kam duru në rrugë të shejtanit, ju më dënu kaq herë, ti duro hatëri Rahmanit. Edhe më ka thonë o imam, nëse ata të mbysin, kjo mysh dhe për ty, shahidllak, po edhe nëse nuk të mbysin, ti apet ki me vdek. Thot, ma bejneke wa bejnë el gjennete illa an tuqtal. Midis teje dhe midis xhenetit është veç vrasja jote. Thot imami, atëherë kur kam dash me pranu fjallën e tyne, shkaku i dhunës, më është kujtu këshilla e Ebul Haytham. Edhe thot që sa vite lutna për ta. Pse kjo? Se ai nuk e ka këshyrë kush pe këshillon. Ai e ka këshyrë çka ka këshilluar.